Dashuria dhe shpresa. Dy gjëra, pa të cilat jeta njerëzore nuk mund të ketë kuptim dhe nuk mund të ketë motiv për të ecur përpara drejt veprave të mira. Ato dy gjëra ku Islami na theret shpesh, në to janë dashuria dhe shpresa. Dashuria dhe shpresa janë ku njeriu ka shpresë dhe dashuri që Allahu i gjithësisë, si Zoti i gjithësisë, do e falë dhe do jap shumë të mira. Sigurisht, se neve Allahu i gjithësisë na dha shumë të mira dhe garantoi se do na falë shumë. Zoti yt është që falë shumë dhe mëshiron shumë, sikur ti ndeshkonte ata për atë që kanë vepruar, do t'ua shpejtonte atyre dënimi. Prej mirësive dhe dashurisë që Zoti ynë ka për ne, kur ne bëjmë një të mirë, na shumëzohet 10 më shumë e jo vetëm 1. Pra, proporcioni i saj është shumë më i madh. Nga 10 lartë, varësisht nga sinqeriteti dhe qëllimi ynë i pastër. Në lidhje me këtë, Kurani famlar na njofton: kush më vjen me një të mirë, unë ja shumë vishoj me 10 të tilla. Dashuria jonë ndaj Allahut të gjithësisë dhe të dërguarit të tij duhet të spikat dhe të vërehet edhe në veprimet tona. Kjo dashuri do të na jap inspirim për punët tona, në jetën e përditshme, që ne jemi aktiv kudo që jemi, në punë të ndershme apo në rrugën e diturisë. Në një ajet kuranor tregohet dashuria që duhet të kemi ndaj Allahut të gjithësisë, gjithmonë nëse ndjekim mësimet kuranore dhe ato çka Muhamedi alayhis salam na mësoi me butësi, sepse ai nuk fliste kurrë nga vetja e tij. Thuaj: nëse doni Allahun, atëherë e jani pas meje që Allahu t'ju doj, t'ju fal mëkatet tuaja, se Allahu është që fal shumë, mëshiron shumë. Musa alayhis salam, kur kishte para vetes detin, disa që ishin me të, që ishin të luhatshëm në besimin e tyre, thanë: "Me nuk kemi shpresë, na zuri ushtria e faraonit." Por Musa alayhis salam kishte shpresë të madhe në Allahun e gjithësisë, që deti do të hapej dhe në të vërtetë deti u hap. Musa alayhis salam kaloi me pasojësitë e tij, ndërsa faraoni u mbyt në det dhe më pas tha: "Besova Zotin e Musait alayhis salam." Por ishte shumë vonë, ajo ishte një dashuri dhe besimi i zorit apo i rrejshëm, si shpeshkruhet në Kur'an besimi i dhujtarëve. I dhujtarët e din për Allahun sepse kur hipin ata në anije, u keputet lidhja me tokë dhe friksohen. I lutën sinqerisht Allahut, kur ai i shpëton ata dhe dalin në tokë, ata të njëjtin lusin idhuj. Pra, kjo dashuri manipulative nuk ka vlerë. Ne edhe sot mjerisht shohin të tillë që vetëm nga frika apo sifaqësia falen. Nga frika shkojnë në xhami. Në xhami duhet të shkojmë sepse kemi dashuri ndaj gjithë atyre gjërave që Allahu i gjithësisë na i ka dhënë dhe duhet i shprehim dashuri dhe falënderim atij. Dashuria besimtarit të vërtet është një lidhje fort e besueshme dhe dashuri reale mes tij dhe Allahut të plotfuqishëm. E nga njerëzit ka që në vend të Allahut besojnë idhujt, që i duan ata sikur që besimtarët e vërtet e duan Allahun, po dashuria atyre që besuan Allahun është shumë e fortë. Forca dashurisë ndaj Allahut të gjithësisë e mban gjallë njeriu dhe bën atë të jetë vigjilent përballë sfidave bashkëkohore dhe e bën të jetë durimtar në momente të vështira ta kuptojë realitetin e kësaj bote. Kurani famlar u jep shpresë vepërmirëve, sepse fundi atyre nuk do të shkojë kot, por do të ketë shpërblim në këtë botë. Por mbi të gjitha, edhe në botën tjetër kënaqësinë e vërtet, xhenetin. Ata që besojnë dhe bëjnë veprat e mira përgëzoj me kopshtet e xhenetit nëpër të cilat rrjedhin lumeni. Dashuria është e shumëllojshme, ashtu dhe shpresa, por që të dyja do t'i ndaja në disa pika shkurtimisht, që të kemi një pasqyrje se ku duhet dashuria, duke mos harruar se ajo ka shumë deg. 1. Dashuria ndaj Allahut gjithësisë. 2. Dashuria ndaj të dërguarve dhe ndaj Muhamedit. 3. Dashuria ndaj shokëve të Muhamedit. 4. Dashuria ndaj gjeneratave të arta pas sahabeve. 5. Dashuria ndaj dietarëve që pasojnë Kuranin dhe Sunetin. 6. Dashuria ndaj prindërve. 7. Dashuria ndaj farevisit. 8. Dashuria ndaj atdheut, fshatit, qytetit, shtetit e të tjerë. 9. Dashuria ndaj gjuhës amtare. 10. Dashuria ndaj fëmijëve, të rinjeve, të moshuarve. 11. Dashuria bashkëshortore. 12. Dashuria ndaj kafshëve, shpezëve, insekteve e të tjera. Shpresa është një pajisje bukur shpirtërore, por që e forcon njeriu në shumë dimensionet e jetës, e cila ndat në disa pika. 1. Shpresa në Allahun e gjithësisë. 2. Shpresa për ditë më të mira. 3. Shpresa për ndryshimin nga keqja në të mirë. 4. Shpresa për një rini të arsimuar dhe më të zhvilluar. 5. Shpresa për edukim më moral, me drejtësi dhe jo me imoralitet dhe padrejtësi.
6. Shpresa se çdo ditë të re të mëson diçka të re. 7. Shpresa për të bërë më shumë vepra të mira. 8. Shpresa për të lënë më shumë gjurmë e punë të mira në jetën tonë. 9. Shpresa se çdo gjë arrihet me lejen e Zotit fuqiplot. 10. Një shpresë e besueshme që mban gjallë njeriu dhe forcon dashuri e bindje ndaj Allahut gjithësisë. 11. Dashuria që t'ia japin hakum të drejtën familjes. 12. Shpresa që t'ia japim hakum farifisit, fshatit, qytetit, shtetit e të tjerë. Dashuria dhe shpresa janë dy gjëra që Muhamedi a.s. shpesh na fliste për to, ai edhe pse u gjuajt me gur në qytetin Taif. Kishte shpresë që ky vend një ditë do të ndryshonte në të mirë, lutej për ta dhe nuk i mallkonte, edhe pse ata u sollën brutalisht me mëshirën e mbar njerëzimit. Muhamedin a.s. në Kur'an lidhur me shpresën përmendet dy ajete të cilat nxisin dhe motivojnë për më shumë shpresë. Ibrahimi tha, askush nuk e humb shpresën në mëshirën e Zotit të vet, përveç atyre që janë të humbur. Ndërsa në një vend tjetër na tregohet se vetëm një besimtar të humbi shpresën dhe janë njerëz që jetojnë pa motiv dhe pa shpresa për një të ardhme të mirë. Mos e humbni shpresën nga mëshira e Allahut, sepse vetëm popull jo besimtar humb shpresën në Allahun.